vëllezër e motra, përpara se të fillojmë këtë liturgji të shenjtë e kësaj nate të Pashkëve, desha që shkurtimisht të tregoj për të kuptuar atë se çfarë do të bëjmë në sonte gjatë kësaj liturgjie, kësaj vigjilje, sepse kjo vigjilje mbahet një herë në vit dhe janë disa rituale, disa rite, të cilat mbase nuk i mbaj mend, sepse për një vit na ndodhin shumë gjëra, është e vështirë që ti kujtojmë. Tani, kjo vigjilje është vigjilja më e rëndësishme e vitit liturgjik, vigjilja e Pashkëve. E është ndërtuar në 4 momente kryesore. Drita e Krishtit të ngjallur në lavi i shpërlath errësirat e zemrës dhe të mendjes. Drita e Krishtit, fale besimtarve dritën e shkëlqimit tënd. Shejtëroje këtë zjarr të ri dhe bëj që në sajt e këtyre festave të Pashkëve të ndisemi me dëshira qiellore, që me shpirt të pasur të arrijmë në të kremten e lumturisë së përhershme, në për Krishtin Zotin tonë. Duke filluar këtu, që është bekimi i zjarrit dhe ndezja e qiriut të Pashkëve, që simbolizon sigurisht praninë e Krishtit të ringjallur dhe dritën që na vjen prej kësaj ngjarjeje. Pastaj, pas ndezjes së qiriut, pra pas bekimit të zjarrit, ndezjes së qiriut, dal ngadalë ne do të hyjmë brenda në kishë në procesion.
Nëse mund t'i andej nga ana tjetër. Brenda, në momentin e dytë, kur unë them ja drita e Krishtit, gjithë ju, ato qëri të cilë Shumë.